Rikthehemi sërish, të dashur miq, që në këtë mbrëmje me kaq shumë emocione, me kaq shumë intrigë, por edhe me zhgënjim. Me zhgënjim. Unë jam moderatori këtij show dhe nuk është thjesht për të qenë pragmatist. Po të mbrish 6.000 euro dhe duke patur një siguri të pakt për çdo një përgjigje të saktë. Përpara se të preferosh tërheqjen, të japësh një përgjigje duke ditur që përqindjen e sigurisë e kishe pakt. Në momentin kur fillove të bëje interpretimin e fakteve nga A-ja deri tek D-ja, mendova që ky do thot kaboshon, rebloshon, që të dyja kanë një, të themi një lloj rrënje të njëjtë. Thash do ta kapi që është truk i atyre që bëjnë përgjigjet. Kur the dekupe, thash e gjeti, sepse dëgjova që the që jam marrë me prerjet me këto 4.250 euro Ervis. Pse? Jo vetëm salla, po edhe ne u skuqëm. Kjo ishte... Pyetja e 5.000 euro. Stop. Është e pamundur ta vazhdojmë. Loja, koha nuk na lejon, do respektojmë rregullat. Largohemi duke u ndarë nga pyetja e 13, pra paralizua pyetjen e 14. Je shumë afër thyerjes së rekordit, pse jo, mos të jeni ju në të hënën e ardhshme fituesi i premios, fituesi i parë i premios. Do të jesh i pari në historinë e milionerit dhe do ishte me të vërtet një emocion i jashtëzakonshëm. E javës tjetër ne do të vazhdojmë me 2 pyetjet e fundit, 14-ën dhe të 15-ën. Për 25.000 dhe për 50.000 euro të dashur miq. Ndajmë sot, ky është Ervis Bregu, ky është historia e milionerit dhe për javën tjetër. Në javën tjetër. Bravo. Bravo. Na të mirë.